14 vjet pas përfundimit të luftës mes Serbisë dhe Kosovës, veriu i Shqipërisë ende i vuan pasojat e atij konflikti. Në vitet 1998-1999, ushtria serbe minoi kufirin shqiptar, ku janë shënuar viktima dhe personat e gjymtuar nga shkelja minave antinjeri. Personat e gjymtuar në qarkun e Kuksit i kanë bërë thirrje qeverisë të ndërhyjë për të përmirësuar jetën për këtë kategori personash. Adriana Manaj është një nga personat e shumtë që ka shkelur në një minë antinjeri, por fatmirësisht ajo ka mbijetuar. Adriana kërkon ndërhyrje në instancave shtetërore për pajisjen me proteza të kësaj kategorie personash, duke i cilësuar ato si shumë të nevojshme për vijimin e një jete sado afër normalitetit. Të mbijetuarit nga mina dhe municionet në emër edhe të personave me aftësi të kufizuar i bëjnë thirrje qeverisë shqiptare të vazhdojnë mbështetjen për viktimat e minave dhe municioneve, të regjistroj të gjithë viktimat nga municionet në të gjithë Shqipërinë, të shikoj planin kombëtar të veprimit në përputhje me konventën ndërkombëtare për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, të ratifikuar më 15 nëntor 2012 dhe të subvencionoj pajisjen me protezat të gjymtuarve. Nga viti 1997 deri në vitin 2012, në vendin tonë, numërohen mbi 1000 të aksidentuar nga minat dhe municionet, ku 850 janë të gjymtuar dhe 150 të tjerë kanë humbur jetën. Në terren janë gjetur 12500 mina antinjeri dhe rreth 150 të tjera antitank. Ndërkohë, ushtria shqiptare deri në ditët e sotme ka zbuluar dhe shkatëruar mbi 17.000 mina.